Lideri i opozitës Lulzim Basha është përgjigjur për lajmërimit të kryeministrit Edi Rama se do të miratoj vetëm reformën territoriale. Gjatë inaugurimit të një rruge në zonën Kodër Kamës, Basha e konsideroi si të rrezikshme qëndrimin e mazhorancës për t'u larguar konsensusit për reformën. Përpjekja për t'i ikur konsensusit është jashtëzakonisht e dëmshme dhe rrezikshme për vetë reformën, por edhe për situatën politike në vend, sepse është refuzim i bashkëjetesës demokratike. Është pra një hap që përkeqëson bashkëjetesën demokratike në këtë vend. Ndaj, insistojmë te konsensusi dhe i bëjmë thirrje të reflektojnë dhe t'japin konsensusin. Basha u ndal sërish tek çështja e fondeve që sipas tij Rama i ka ndarë ato në mënyrë të pabarabartë. Ai evidentoi se qytetarët e Tiranës, edhe pse kontribuojnë më shumë, kanë më pak investime. 92% e fondeve, si me magji, janë dhënë vetëm njësive vendore me të zgjedhur të majt, ndërsa njësitë e tjera kanë vetëm 8% të fondeve. Edhe regjimi i apartheidit në Afrikën e Jugut kishte një proporcion më të drejtë. Këtë deklarata lideri i opozitës i bëri gjatë inaugurimit të Unazës në zonën Kodër Kamës, një investim që i shërben 12.000 banorëve të kësaj zone.